ajo nga e cila edhe ka marrë emrin bajrami, pra therrja e kurbanit. Therrja e kurbanit është dispozita e dytë me cilët veçohet kurban bajrami. Dhe padyshim se therrja e kurbanit është obligim për atë që ka mundësi, siç thon pra një grup i madh i dietarëve dhe siç është pra edhe mendimi i mëdhëbit ton në këtë vend, pra që e kemi mëdhëbit Hanefi. Mendimi është se çdo kush që ka mundësi e ka obligim të therrë kurban. Secili që ka mundësi duhet që të therrë kurban dhe obligohet kryefamiljari për familjen e tij. Obligohet babai për gruan dhe për fëmijët e tij. Pra, kryefamiljari obligohet për ata për të cilët e ka obligim të kujdeset. Dhe nëse në një shtëpi, pra, banojnë dy vëllezër dhe i kanë dy familje, secili vëlla e ka obligim therr kurban për familjen e vet. Dhe obligimi kryhet për një familje me një dash. Nëse e therr një dash, kryhet obligimi. Mirë po nëse një familje shpreh dëshiron që të therr lop, diçka më të madhe, atëherë kjo është më mirë dhe padyshim se është më sevap. Therrja e kurbanit bëhet pas namazit të bajramit. Therrja nuk lejohet bëhet para namazit bajramit. Nuk duhet që kurbani therret para namazit bajramit, po pas namazit bajramit. Dhe lejohet që therret përgjatë 3 ditëve pra pas bajramit. Pra dita e parë e bajramit edhe 3 ditë tjera, ejamut tashrik. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë kullu ejamit tashrik dhabh. Të gjitha ditët e tashrikut janë ditët kur haxhilerët qëndrojnë në Mina. Dita 11, 12 dhe 13 e Dhulhijhes. Bajrami është në ditën e 10 të Dhulhijhes. Pra kurbani lejohet në ditën e 10 apo në ditën e sodit, ditën e parë bajramit dhe 3 ditë tjera pas, sepse kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.